W223, S500 e 2023-shit. Kështu si dizajn është e bukur, nuk është wow që bje shumë në sy. Normal versionet Maybach pastaj që janë më të gjata e me two-tone color me dy ngjyra bin edhe më shumë sy. Kjo është e zezë, kjo është si që dalin shumica nga fabrika. Po ka opsione gjatë që di shohim me radhë. Fakti që kanë lyt këtë logon e Benzit aty para kofanës. Ky është me 256, 6 cilindra në linjë, motori tipi ri, kanë heq V6 që ka qenë të versioni përpara të W222-shi. Ky është mild hybrid, ka dhe EQ boost, do të thonë vetë ka 435 kuaj, më duket një 22 a 21 kuaj ka ajo bateria. Nuk është se ecën vetëm me bateria, ata e ka për me fut fuqi te këto hapësirat e ndrimit marsheve të start stopi që të mos të dallosh, për ta bërë sa më smooth. Jo si start stopet përpara që dallosh o kur unis e grufikit kus të dallo fare. 435 kuaj, 520 Nm tork. Është e fuqishme goxha, është përdorur edhe të versionet 53 të këto CLS-et të këto tjerat, i motori ngjashëm me këtë është tamam AMG, njëjti motor. Ka pas V8-ën pastaj të 580, që 580 ka qenë plug-in hybrid, kjo me këtë motor bashkë me bateri. 63 plug-in hybrid, gjitha kështu i kanë bërë me bateri këto tash. 680 që në V12-ën, që është e Maybach-u, Maybach, i thonë gjithë tash.